Përshëndetje miq, për sot kem përgatitur byreçka të vogla me mish të grirë në formë trëndafili. Presim qepën, e kavartisim, krip, piper, spec të kuq, të mishin e grirë, presim 2 domate, normale në fare, për me pak salcë tomate, por ujë dhe lëm të zihen. Ndërkohë përgatisim pepën sfoliat, e ndajmë përsë gjatë si në video. Pasi harxhi është bërë gati, mbushim petën, e mbyllim dhe formojmë trëndafilin si në video. Byreqet e vogla janë gati, i lyejmë pak me vezë dhe i vendosim në furrë. Gjithashtu i kam shtuar pak fara susami. Dhe ja, voilà, gati për të shijuar. Ju boftë mirë nëse e provoni.